Përshëndetje, ditën e sotme në orën 5 do të flasim për librat. Botës do t'i vi fundi kur librat të udhtojnë në vallgonin e mallrave. Botës do t'i vi fundi kur njerëzit mos lexojnë më. Ku po shkojmë? Leximi sot. Përse jemi në krizë? Cilat janë sfidat e tij? Përse libri nuk është më në modë? Përse libri po përdoret thjesht për të bërë vjuse apo klikime në rrjetet sociale? Ku jemi me leximin? Përse nuk lexojmë brezat e ri? Apo gabojmë? Përse duhet lexuar? Cilat janë virtytet, sfidat, problematikat me të cilat përballet libri sot? Cilat janë problematikat e botuesve sot? Të gjitha këto, live në orën 5 në kanalin ton zyrtar në YouTube, do t'i diskutojmë me Albert Gjokën. Na ndiqni, leximi, sfidat e tij. Të mësosh kur nuk është vonë. Mos harroni, gjithçka gjendet këtu, tek librat. Ju mirëpresim. Jemi Time Center, jemi krau juaj. Na ndiqni.